ndoshta me gjithë analizën mora përgjigjen edhe për datën 10 nëntor, si do jetë rezultati. Unë dyshoj shumë se fiton Partia Socialiste. Kur them fiton, kam parasysh atë që do të jetë rezultati zyrtar. Për mua Partia Socialiste nuk ka fituar asnjë zgjedhje në 12 vitet e fundit. Por praktikisht rezultati zyrtar bashkë me vjedhjet e manipulimet, bashkë me bashkëpunimin e opozitës, mos harrojmë ka një 8 vjeçar bashkëpunimi shumë intensiv të Lulbashës me Edi Ramën. Këto pra kanë bërë që ajo të shpallet fituese. Pra në kuptimin formal, zyrtar të fjalës, Partia Socialiste i ka fituar zgjedhjet, do t'i fitojë edhe këto. Zoti Çipi, pak ditë më parë po lexoja Jens Stoltenberg, ish shefin e NATO-s, që thoshte në momentin që u zgjodh Trumpi, këshillova stafin që nuk duhet të bënim shaka as me videot e golfit, jo më me të tjerat. Tani çfarë mund ndodh në raportet mes dy vendeve në gjykimin tuaj me atë shakan që bëri kryeministri Edi Rama, por edhe në tërësi çfarë prisni nga marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të qeverisë Rama? Me sa kuptoj unë, duke parë këtej nga largësia e Shqipërisë me Amerikën, Donald Trump është njëri që ndikohet nga raportet personale. Pra nuk është se nuk i përfill fare raportet personale, po të shikojmë për shembull simpatinë që ai ka krijuar për Giorgia Melonin. Nuk e justifikon performanca e Giorgia Melonit si kryeministre, nuk e justifikojnë të gjitha qëndrimet e saj apo të partisë së saj në temat më të nxehta që ka debati politik në Amerikë sot. Nuk e justifikojnë atë feeling, atë ëmbëlsi që tregon Donald Trump ndaj saj. Pra duket që është një simpati e tij personale, çdo njeri ka drejt të ketë edhe simpatitë dhe antipatitë e tij personale. Nga ana tjetër, kjo nuk duhet të mbipërsohet. Nuk është gabim të mendohet se Donald Trump udhhiqet në politikën e tij, dhe gjithë administrata amerikane udhhiqet në politikën e saj nga simpatitë apo antipatitë personale të presidentit. Është naivitet. Unë nuk e di nëse i ka shkuar Trumpit në vesh shakaja që bëri Edi Rama. Mund të ketë shkuar në gjithë mediave botërore. Po dakord, po Trump nuk lexon çdo media të botës. Trump duke qenë president edhe një president i vendit më të fuqishëm dhe më të ngarkuar me punë në botë, me siguri që merr përmbledhje nga stafi i tij të temave kryesore, çfarë thuhet për të dhe për administratën e tij në botë. Por nuk besoj se merret me gjithçka. Megjithatë, tu supozojmë se e ka marrë vesh. Unë imagjinoj që nëse vjen ndonjëherë puna që Trump të takojë Edi Ramën, do t'i bëj një kunjë. Po kaq. Unë nuk besoj se do të ndryshojë kjo gjë në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Amerikës. Nëse do të kishte ndikime, do të kishin zgjedhje të tjera politike të Ramës. Trump me sa duket është krejt indiferent ndaj Shqipërisë. Shiko, Rama përfaqëson kampionin e ideve liberal globaliste. Ne kam thënë Berishës këtë në një takim që na thirrri atëherë në Hotel Tirana përpara një 3 vjetësh, dhe vazhdoj ta besoj fuqimisht këtë. Ka një arsye pse Rama është ajo që në perëndim e quajnë media darling, i përkëdheluri i mediave të perëndimit. Dhe nuk janë atletet e bardha, nuk janë sjelljet e tij ekstravagante, nuk janë rënja në gjunjë përpara Melonit, puthja në qafë apo në faqe apo në vesh e Melonit apo të tjerëve, gjestet për Karagjozi që bën Rama. Jo. Janë qëndrimet e tij të zellshme në çdo gjë që konsiderohet kauzë fortë globaliste. Për shembull, Rama ishte i pari që ofroi strehim për afganët e larguar kur ndodhi dorëzimi i territorit nga forcat amerikane. Do thonë ju mori stafin e Sorosit. Po, dakor, stafin e Sorosit, po ishte i pari. Pas telefonatës Clinton. Rama është i gatshëm nesër, nëse Izraeli paguan, të pranoj këtu palestinezë që do të shpërngulen gjoja me vullnetin e tyre të lirë nga Gaza. Pra, Rama është i gatshëm të pranoj edhe të huaj që nuk kanë lidhje fare me Shqipërinë, siç po bën me kampet e Shëngjinit. Nuk kanë asnjë arsye pse të vinë në Shqipëri. Emigrantë që janë nisur për të shkuar në Itali apo në BE përmes Italisë, janë një problem që duhet ta zgjidhë Italia dhe BE, nuk është problemi im. Rama po mundohet nga ana tjetër të shtyj, pavarësisht se me sens maturie, pa e tepruar me zellin e vet, shtyrjen përpara të agjendës LGBTQI në Shqipëri.
Sot që flasim kemi ende debat në parlament për ndërhyrje ligjore, ku krijohet një situacion pak i vagull i gjinis, pak spekulativ që le vend për interpretim. Ramën e ke të parin që mbështet Zelenskin, të parin që mbështet Netanyahu, që do të thotë i shkelësyrin Trumpit, po edhe të gjithë qeverive aktuale në Europë sot, se janë gjitha pronë Netanyahut, me përjashtime shumë të rralla. Do të thënë kundër është Spanja, Irlanda, Slovenia dhe kaq. Rama po harxhon para pafund të mia dhe të tua, të tonat, të taksave tona, për të ashtuquajtura projektet gjelbra, që janë prap një temë e dashur e globalizmit. Po asgjëson ekonomitë bujqësore në emër të mbrojtjes planetit dhe po zëvendëson toka pjellore me panele diellore. Të gjitha këto bashk, plus edhe suksesi 4 mandate radhësi, e kanë bërë Ramën interesant për elitën globaliste. Këtu do të jemi që ditën që Rama do të ikë nga pushteti, se dikur do të ikë, nuk mund të them se kur, po dikur do të ikë, Rama do të marrë një post rëndësishëm në një institucion ndërkombëtar.